e kam në studio me ne dizajnerën, mikën tonë, Shema Saiti. Shema, faleminderit shumë që jesët të me ne. Do të flasim për koleksionin jashtë zakonisht i veçantë. E rita pak mendjen, e kom provu e para, po, është e vërtet, apo? Po. Por para se... Në rrugës të e prezentu të gjithin. E vërtet. Para se të flasim për të, unë do doja pak që të marim këshilla prej teje. Është koha e festave të fundvitit, dhe ne dëshirojmë me u do gjithmonë mirë, me qenë më festive, po me kanë edhe në trend me kohën. Prej asaj që ti po shenë, në rjetët sociale, në takimet që ke me klientet, apo ja dali me qenë në trend me kohën, me qenë në këto konditat e festave të fundvitit, apo bëhemi brellë, që shë thash? Fatë bashkësisht e dona, këto rrjetet sociale nga kanë mundësu, se ndoshta për pak vite do t'jemi si lider, ose do më të thonë, ne jemi ata, sidomos të rritë shqiptarë, gjithandej ka janë, t'jenë të parë që do të përcaktojnë trendet e çdo feste. Më pëlqen kjo. Jemi, do me thonë, si të themi në atë lupën e njerëzve të Instagramit, rrjeteve sociale, të cilët janë duke përqafu shumë stilin dhe veshjen në tërsi si që duke në të rritë dhe sidomos femrat në Kosovë. Bukur. Ardi, këto pamje do t'i kërkoj pak këzë më vonë, sepse janë pamjet e koleksionit që e përmenda që Shema do t'a ndalë sot me ne, por po du me mbet edhe më të kjo që po e thoni. Nëse nisemi prej asaj që farë përshojmë në rrjetet sociale, kërkesave që keni prej klientve, cilat janë këto trendet kryesore të këti sezoni festiv që do t'ja vlente të ndjekim, që do dukeshim bukur? Nëse flasim për ngjyrat zakonisht djetë për fund vit, gjithmonë ka qenë e zeza, e kuqja. Këtë vit preferohet edhe e bardha shumë më vesh. E bardha do t'jetë edhe si piknisje e vitit tarshëm, do me thonë vitit 2026, do t'veshet edhe në muajt e arshëm, sidomos gjatë stinës e verës. Është ngjyrë e cila, si të themi, na drejton për fillim të vitit 2026. Por sidomos në festat e fund vitit e zeza është në gjithmonë, duke ja bashkangjitur edhe të kuqen, sidomos të kuqen na shqiptarët fillojmë të duam prej si të fillojmë si fillon mujt tetor, nëntor, edhe është do me thonë ngjyra e jonë për këto 2 muajt e fund vitit është ngjyra e jonë që na simbolizon gjithandej ka shkojmë e shumë edhe fillojmë të duam edhe ma shumë. E vërtet, shumë e vërtet. Tani, cilat e përmendën ngjyrat e kuqja, e zeza, e bardha, 3 ngjyrat më të mira që është e vërteta. Si do të mund të bënim një kombinim të këtyre 3 ngjyrave, këtyre 3 nuancave me disa materiale të cilat janë, të themi, korekte nëse flasim për ngjyrën, se nga njerë edhe materialit nuk është që i përshtatet se cila ngjyrë, ka ato cilësit dhe vetit e veta. Unë gjithmonë për vetën ti me flas, kisha preferu nëse kishim dashti kemi 3 nuancat në një veshje. Ashtë e tepër? Ashtë e tepër, këtë ishtë ata cikë. Unë kisha dashtë të shkoj me 2 nuancat, e treta tjetë aksesor, jo gjithmonë në veshje, kishtë me qenë mirë, por si do që tjetë, njerës ti kanë preferencat e veta, edhe stilet e veta, shien e vetë, cilën na nuk mujnë me gjyku shien, absolut, nuk mujnë të gjykujmë të taskojmë, por kishtë me qenë mirë që e treta nuans tjetë në do një aksesor, jo pa tjetër tjetë gjithësësi në veshje e vendosën. E bardha me zezën dhe diçka e kuqe për aksesorë? E kuqe mundet me qenë një ndoshta një grem, një voskuq ma i fort, një thoj, një diçka, mundet me qenë diçka një unaz, një diçka mundet me qenë me ngjyrë që e kësh shtyat ngjyrën bardhë dhe ze. Po, në këtë rast, thash një gjë para se të fillonim bisedën. Mirë që se pas na vesh një këmisht kaftë, se kështu e vesh edhe unë. Më duke sikur është shumë duke u përdorur në këtë kohë ngjyra e kaftë, si në këmisha, në pantolona, në fustana, duke që është e momentit. Në ngjyra e kaftë, ose ngjyrat e tokës, unë i quajto ngjyrat e ata. Më e bukur ngjyrat e tokës. Edhe ka qenë nga fillimi i vitit 2025, ka qenë trend këtë vit, ka fillu, dikur ka fundi vitit 2024, por shumë pak, në 2025 të në kam bizotru, edhe me fillimin e vitit 2026, shkon të zbut tonalitetin e të kaftës, shkoj me një kaft si me qujtë si ka e portokata, si qeremide, si distatem, edhe fillojmë me ngjyrat tjera që shkojmë duke shku nga pranvera, vera, prapër i kthehen ka vjeshta kjo ngjyrë me një tonalitet tjetër ma të butë, duke do me thonë koralet e detit, nuancat e koraleve të detit. Për verën kanë me qenë ma të zveta, ka fundi vitit tashëm kanë me qenë ngjyra pak ma terta, po janë gjithsesi këto janë si trende, do me thonë që çdo 10 vit
kthehen nuancat. Okej. Vetëm që gjithsesi po vjen t'ju kthyn ngjyrat më të kombinune, më të moderne, pala dhe teknologjisë tash, që para se me vendos gjithse cili brand me prodhu, e ka mundësinë me provun, me bashkëdyzu ngjyrat, me kriju ngjyrë pak ma... Do më thonë janë ato, sidomos është Pantone e cila që përcakton këtë botën, thue është një brand që përcakton ngjyrën e trendeve të veshjes. Interesant. Janë sa gjëra që ne nuk i dim, ju i kuptoni më shumë aty. Tani, jemi në këtë kohë kur vinë shumë bashkëdetar në Kosovë. E bojnë më të mirë këtë vend, e bojnë më të bukur këtë vend, i hapin më shumë ngjyra këtij vendi. Po, që i kemi. Pa tjetër. Tregom sa na diktojnë trendin në Kosovë, ata që vinë prej vendeve të Evropës, sepse duket sikur janë një hap para neve, të paktën kështu kanë qenë deri tash, ç'është e vërteta. Se di e dona, unë mendoj se përka veshja të lukut cilën për momentin, këto vitet e fundit është t'ju duk në gjitha trevat shqiptare, Kosova është duke pri. Okej, du më thonë, jena para aty nëse po vinë për Zvicre prej... Unë kam shëtit këtë vetë, kam qenë një 3-4 shtetin në Evropë, nuk është që nuk shah, po ndoshta edhe është ajo rutina e punës ma e ngarkune, është jeta ma dinamike, është koha ma e pakt, vetëm të na është të krejt ndryshe. I kemi njerëz të bukur, të rritë e treja të bukur. Unë mendoj që kemi kohë ma shumë. Ndoshta kemi, varet. Për momentin, unë tash e kam edhe vajzën time që jeton në Gjermani, kur ka qenë këto, edhe sot ajo punon faktikisht punon një shtëpi modës, një butik atje, edhe patjetër e ka mu duk bukur, por nuk e ka atë kohën që e ka pas këtu kur ka punu me mu, se ka pas... A vesa s'po duket bukur, s'po veshet bukur? Jo, veshet bukur, por nuk e ka kohën që e ka pas këtu, atje ka tash është edhe nane, ka kohën ma të limitune, edhe, po prapë se prapë duket bukur. Se më ndryshim këtë vjeza e shumë bukur. Cilat janë gabimet më të shpeshta që ti po ishe në kombinimin e veshjeve, të grimit e gjithë shka tjetër në këtë kohë? Për grimin nuk kam shumë dëshirë të flasë, për shkak se... Po që dërlidhet të me duke. Edhe pse në vitet e 90-ta unë e kam kry një si kurs 6 mujor të grimit e të flokëve. E di që merë vesh, jo më këtë përpësë. Nuk e kam vazhdu ata, se gjithmonë kam flejt, kam dasht, do me thonë, veshjet. Nuk kam qef shumë. Unë për vetën time, klasë gjithmonë grimin e kam preferu me qenë shumë ma i thjeshtë. Ndoshta pse unë e kam dasht veshjet, kam dasht që me veshjet, me vetëbesimin që ma kanë bo veshjet, ndoshta si kom lanë njerëzve për shtypje më më këshur shfar grimi unë e kam, ose... Vëmendja me qenë të Po, gjithmonë i kam kushtu flokëve dhe veshjes. Për grimin nuk kam, nuk kisha pas dëshirë me por, se gjithë se cilë... E qarë, po të flasim për veshje? Për trejat janë të bukra vetë, s'kisha pas dëshirë me por nështë edhe shumë ngarkune, po ato e zgjedhin vetë. Apo duke që po veshën, po i kanë veshje të ngarkuara trejat tona, se ne po shohim edhe adoleshente që... Ajo mu mbrengos. Sot e kisha një diskutim me një namë, që vajzën shumë tre, tha edhe kom denu se po dëshiron me ble se është festat e fund vitit, gjana që nuk i përkojnë moshës të asaj. Tha shdosh me ndërpreti e nana, ti dosh mi tregu që ka marrë kohë që ti kimi veshe dhe ato teshe, ajo është moshën 12-13 vjeqare që me ndonë si ato gjana e bajnë ma të reqme, ma të bukur. Mendoj që për këto moshat e reja janë prind nanat cilat që do të me pa ma mirë, po se nga njerë s'kam qef kur isha asë qysh. Duke që e te provojnë, për fatë të keq? Ka mundësi shumë, gjithë shka ka në tregun tonë, edhe mendoj që ma vo nuk dojnë me pas vetën që shjon veç në shtatë. Tu i thua, fshini që ato fatën që shumë do. Po krejt kemi qenë të reja, e kuptoj, ama tash është kohë se nanat e reja kanë mundësi me folë shumë e vajzat, kanë mundësi të marrë informacione dhe gjithë shka tjetër. Gjeneratat e tona na kemi qenë, do me thonë, unë në vitet e 90-ta kam qenë adoleshente, do me thonë 17 vjeqaren, edhe nana jam nuk ka qenë si tash që është si kretë nanat që kanë mundësi me pas qasje gjithë do konë. Po gjithmonë ka qenë kritike, se ka pas shumë shije për këtë anën, qysh mu vesh, qysh mu duke, dhe gjithmonë ka qenë kritike me moshën cilën e kemi pa. A ke kritikë që e ke kështu si vatë në vesh edhe sot të krynë punë kur të mendojsh? Nana jem, në atë kohë s'ka pas qef me përdor grimin kur. Flokët, si mi ka 6 motra, kemi pas flokët naturale shumë bukra dhe i ka pëlqy flokët që shi kemi majt natural. Zakonisht në atë mosh krejt kanë shku, me të pru me veshjen nuk ka qenë as njerë dhe ka qenë shumë pedante, ka kërku shumë për njëve pas të time pas. E që është kryesore të konsideraj. Mirë, po flasim për
një pjesë të punës tënde që sigurisht ka marrë shumë kohë gjatë këtij viti. Unë kam pas fatin me pa një koleksion të jashtëzakonshëm, disa foto regjijave që ka edhe fustana të tjerë që nuk i ka regjia, po i kanë provu të tjerë, po e rici mendjen tash. Çdo ditë të prezentu nga një. Një koleksion shumë i veçantë. Çka e frymëzoi Shema në këtë koleksion? Janë ngjyra të bukura, të hapura, dizajne vërtet bukura, jashtëzakonisht interesante, po ashtu për t'i parë. Flasim pak për të. Ky koleksion e karakterizojnë shumica janë gorzi, kristalet, cilat janë vendosur të gjitha pothuajse me dorë. Materialet kanë qenë jo shumë të egzagerune, domethënë të gatshme, shumicën i kemi shtu me dorë, kemi përpunu me dorë. Edhe në ato mbizotrojnë gorzit edhe kristalet. Nuk e di e dona këtë vit, ka qenë vit për sa i përket anës profesionale, ka qenë vit shumë i mirë për mua, se ka falë Zotit kemi pas punë, kemi punu. Po emocionalisht kam qenë pak ma, se di, kam qenë pak si ma e tërhikne, si kam dashur veç me punu, nuk e di, kam qenë ashtu, kam pas një periudhë që nuk u ndisha mirë, kam pas një rast familje, një fëmijë të vlladh shumë i smut, edhe u emocionova shumë në atë kohë, nuk gjesha, se di, mendojsha sa të forta jemi na si nana, se e përjetova shumë rënd, edhe mendova që ata gurzi, ata kristale që i kom vendosur në ato fustana, të veshin ato nana, cilat janë shumë të forta, ja dalin çdo kohë. Mendoj që i femrat janë shumë forta, sidomos femrat shqiptare. Jam frymëzuar shumë nga bashkëshortja vllat time, e cila ka qëndruar shumë e fortë në ato momente. Edhe mendoj që çdo nanë në shqiptari është shumë e fortë. Edhe mendoj që ato kristale, ato gur, kush i vesh ti prezanton të ketë një forcë, të tregon që gratë shqiptare mendoj që janë më të forta në botë, nuk dorëzohen. Unë nuk mund të imagjinoj dhimbjen që mund të ketë një nënë që ka fëmijën që po ballafaqohet me një smundje shumë të rëndë, siç është ajo që kishte. Po, shqyr Zotit. Falë Zotit e ka kaluar dhe jam shumë e lumtur që para 2 ditë erdhi në Kosovë, edhe është shumë mirë, po ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Këtu doja të thëtë, por e di që e keni përjetu jashtëzakonisht rëndë edhe ju si hallë dhe si gjithë familja. E di që në një moment ke thënë doan mos më thirr në intervista. Edhe derisa e kom marrë këtë lajm nuk e kom thirr mua në intervista. S'kam dashur se si gjendje. Unë shkova dhe vizitova në kohën kur ishte me kimio shumë kohën më të vështirë. Sa vujta shumë që e pasha të fëmijë. Vujta dhe shumë kër e pash si nanë, gru në vladë që kretoj këtë dhimbjet shumë vaja. Edhe mendoj që nanat shqiptare janë shumë të forta. Aty pash shumë nana, do me thonë të nacionalitetet e botës që thamë ishin në Oslo, në Norvegji, në atë spital, por dhimbjen e kishëm gjithë cili për vetë. Familjanin e vetë. Por jam shumë falenderuese që Zoti ata si qefti ka ba t'jena ashtu ashtë fort edhe të përballojmë edhe krejtë si familje e ka kalu jemi shumë të lumtur. Pa dyshim. është shumë e rëndësishme Shema që në jetë të marrim forcë nga ajo që na dhe mësë shumëti, ajo që na vret mësë shumëti në shpirt. Dhe më duke që këtë forcë e ke prezentu në çdo kristal të këtyre veshjeve që ne i shohim. Sepse duke që kur shkëlqenjë më shumë se çdo veshje që ke punu më parë. E kom prezentu një koleksion është, i thojmë nude, ka e bardha, nuk është edhe nude krajt. Edhe gjithë se cili kush përshë, po thot një par ngjyre, as nude, as e bardha, kom dasht me prezentua aty një pastertisë, kur me hjek një diçka të keqe, me ka ngjyrat e bardha, edhe fatbarësisht vitin që të vjen ka mu vesh e bardha shumë, edhe thash ka vitin që të vjen ka me vesh teshat bardha, se e kom një vitin shumë ashtu. është një tonalitet i ngjyrës as ka nuda, as ka e bardha. Edhe po tham, kam punu me shumë dashurit, tu i mundu me qitë gjana ma me shkelqim, ma gorzi, ma të forta, ma se di, kam menu me hjek ato gjanat cilat si jom një mirë të në verën. Me jam bëll derën të këqijave. Inshallah, krejt njerës kush i kalon ato, i kalon edhe se është një gjanë shumë e vështirë. Shema, sa është e rëndësishme në situatat të tilla të kemi dikënd të shpirtit e zemrës që të na qëndroj gjithmonë pranë. Unë e di që ke pas shumë, po njëra prej tyre është motra jote, që ndoshta fizikisht nuk e ke shumë pranë,
Ka qëndru shumë pra. Ne jemi, do me thonë, familje e madhe, po kemi qenë shumë të lidhën, do me thonë, gjdo rast, kemi pasë edhe një rast ma herët, po këtë rast ka qenë fëmijë dhe e kemi përjetu shumë vështirë të gjithë. Edhe ne si familje, si motra, si vllazën, kemi mundu me qenë për krah vllaut edhe nusës, por dhimbja ka qenë ma e madhe ka qenë për ata dy si prind. Diskutohet. Po shoqër Zoti ka kaluar shumë mirë dhe menoj që viti 2026 ka me qenë viti më i mirë. Pa tjetër, asë që po e mendoj me atë pjetë. Këtu më je për përgjigjen, se doja të thoja kujt ja dedikon këtë koleksion, kujt i drejtohet, cilës grua i drejtohet, dhe ti e the, grua së fort, asaj që është dhe gatshme të bëjë gjithë shka për familjen, për fëmijën e saj. Mendoj që çdo nanë, çdo grua, kur është e fort vetë, mundet me përballu edhe sfidat cilat ja takon jeta. E vërtet. Se, do më thonë, është diçka që kërkush nuk e parashes çka do të vjen të ardhmen. E vërtet, jetës nuk i dihet asnjëherë. Shem, e përmende një detaj, ngjyrat, pra nuancat që ky koleksion ka, në fakt, ka një lloj reflektimi me trendet e së ardhmes. Po, përveç këtij aspekti, ka edhe elemente tjera, janë dizajnet, mënyra e krijimit të tyre, gjithçka tjetër, duken shumë bukur. Është një trend që do më thë, është një stil që mu më karakterizon që sa vite unë punoj në treg, që 15 vite, nuk është stili jam unë të egzageroj veshjet e të mija, të kombinoj aty në gjyra, gorzi, pupla, çdo material që më vjen dorë ta fos në krijimet e mia, gjithmonë i kam nejt besnik stilit tim të veshjes. Tashmë kam arrit me kriju edhe klientel jashtë, domethënë jashtë Kosovës, në shtete tjera ose edhe më mirë me ta edhe në kontinente tjera, cilën stil që kam klientë që përqafojnë shumë. Është kënaqësi për mua të punoj dhe të qëndroj besnik stilit tim të veshjes. Mundohna mos me ik prej vetes, mos me dal prej vetes, normal, gjithmonë ty përcjell trendet cilat vinë, edhe ngjyrave dhe stileve po, gjithmonë mi qenë besnik i punës tem edhe i stilit tim. Nuk kam dëshirë të egzageroj ose të eksperimentoj, vetëm se tregi puna afron mundësi mi pas do nuanca ose do materialet cilat për syrin tim kur njëherë nuk i kisha punu. Okej, interesant. E di që je shumë strikte në këtë pjesë. Është natyra e njeriut që krijon, do më thonë e kim brenda dhe s'mundesh me dalë prej asaj cilës je. E vërtet, shumë e vërtet. Shema, me që përmende punën që ke pasur me klient jashtë Kosove, nëse do të bënim një krahasim, a janë më të vështira zonjat në Kosovë që më të vështira në kuptimin më kërkuese, se sa ato që vinë nga, të themi, nacionalitetet të tjera? Kush janë më kërkuese? Cila din me bo më shumë naze? Kërkuese, po menoj janë edhe këto, edhe të na, edhe vendeve ndryshme. Flasë për vellot, për shembull, vellot gjithse cila edhe ajo jashtë edhe këto të na i dojnë me ka, se është në vellot që është për natën tyne më të shtrajnë. Po dhe për fustanet është të njëjta gjamë. Me thonë drejtën, të na janë kërkuese, por nuk lajnë me ndihmu shumë, nuk dojnë hapsin shumë me ndihmu, zakonisht frymëzohen duke pa dikon. Shumicën e dojnë. Këto cilat që punojmë individual, se kemi edhe që punojmë për që kanë biznese, për shambull, dojnë me thot, ti që kam preferon, unë e kësha pas shtu, po ti po më shesh që më nështë te më ndihmu mu. Po është një bashkëdyzim. Unë në fatë barësisht kam klientë ashtë ma që 15 vite jam treg edhe kam klientë e mi cilët po flasë gjithmonë për këto që ma besojnë punën, do shta dhe nuk vinë heq në konsulta. A është më mirë me ju përzi dizajnere sa me i thonë qa po ta mërmenja ti bëne që shumë asë mire? Unë për vetën, unë gjithmonë flasë për vetën time, unë nuk shkoj nga jo veç se unë du me bo një veshja dhe me marrë një pagesë për i salë. Nëse nuk është mirë, nuk kam qef me aba, se dikush thotë. E du këtë verzion, po që nuk përshtatet me konturat e trupit? Kam qef me mundësi bashkëbisedimi, tash ka mundësi edhe të skicimeve, do më thonë mundesh me krejt skicën me ba dhe me materialin që shduket, edhe në trup, edhe në kukull dhe krejt, edhe është shumë ma let me punu. Po sa ma shumë zgjidhje, kërkesat janë gjithmonë ma të mëdhaja. E vërtet. Por nuk është edhe vështirë. Momentin që din që ka donë, për mua është shumë e letë. Ajo që nështë është shumë skeptike në ato që ka po donë, kam dëshim me ndihmu, po ju kur me qitë nga vetja vetë. Ose me dalë prej një stilit që unë e punoj, veç pëse do në klienti. Tash kemi arë një pikë që diçka që asun nëse këmë ba asë njerë për koleksionet e mija, nuk muj me ba. E kuptaj. Janë disa gjëra që duhet
Ti mbajmë, gjithse cili si kryus, duhet ti mbajmë, se nëse ne si kryus, ose si stilista, ose si dizajnera, nuk i kemi disa kriteret cilat duhet mi majnë punë, atëherë ti nuk je kryus ose stilist, po unë gjithmonë e tham një fjallë zhagronit popullor, po bami atëherë talava biznes. Kush qka donë? Po, duhet mu, gjithmonë e kam këtë kritikë që na si stilista, si dizajnera, duhet mu dalu për njerëzve tregtarë. E qartë. Dhe kjo është arsyeja pse Shema nuk e bën tash e 10 vjet një koleksion me veshje të përditshme që unë ja kërkoj në çdo intervistë që e bëjmë. Nuk e bëj për shkak që ato koleksione dojnë mund, dojnë për kushtim për me postu të në treg, ose me nxjerr në treg unike. Në momentin që nxjerr e bën gjithmonë shumë shpejt të kopiohet edhe pas një pik problemi edhe bëhet edhe del në treg me një çmim 20 euro, 30 euro. Edhe nuk ja vlen me ba. Me thonë, nuk ja vlen. Sikur ti shumë pas mundësi ti kryon edhe materialet vetë, ishme qenë unike, edhe ndoshta e kështë pas një arsye me kërku edhe drejten e autorit. Po, për derisa na i furnizohemi me materiale nga gjithë bota, nuk kemi mundësi. Pakten kemi mundësi, na si dizajnera, t'jemi jo tregtar. E qartë. Shumë interesant kjo që përthua, edhe shumë i bukur që është e vërtetë. Se tregi është vërshu shumë me produkte lloj-lloj. Ka njerë po të rritë që studiojnë, kanë vizion me punu hala ma gjatë se na, ndoshta që jemi ma herët, të pakten të kryojnë identitet vetin si kreator ose stilista, mos shkojmë gjithmonë nga ajo, por që thot një fjallë popullore, pe donë tregu, hajde pe bojmë krejt. E kuptoj mesazhin. Mendoj që duhet me kom pak ma unik. Në qartë. Shema, jemi në minutat e fundit të kësaj interviste. Do doja krejt në fund një mesazh për gratë. Stiliste, anvise, gazetare, mësuese, artiste, çka do qoftë. Një mesazh për gratë, të cilat nga një herë, për të mos thënë shumë herë, e lën veten anash duke ju dediku familjes, profesionit, ashtu si na vije jeta. Është shumë e rëndësishme që të ndajmë pak kohë edhe për veten. Mesazhi im gjithmonë ka qenë edhe është duheni veten. Është shumë e rëndësishme kjo. Në rënd parë duhen na vetë me dashur veten. Nëse na nuk e dojmë veten tonë, kush do na do neve? E vërtet. Dhe më pas si do të mund të marrim dashuri për të tjerë. Veten tonë, jemi mirë, kemi mundësi me reflektu mirë edhe për tjerët, për familjen, për bashortin, prind, motrat, vllaznit. Momentin që njeriu në çfarëdo sfida që jeta mundet me na afru, veten nuk duhet me lëshu, duhet me dashur veten. Njerë ki dhurat jetën, duaje veten, duaje jetën, nuk e di, unë jetën e du shumë, pavarësisht njeriu nga njëherë sfidat që të vinë, jeta është vetëm njëherë dhurat edhe duhet ta duajmë. Shumë e bukur kjo. Të falenderit shumë për kohën që ndajeve sot për ne, për këshillat dhe për këtë bashkëpunim kaq gjatë që e kemi pas dhe jem shumë e lumtur për të. Është kënaqësi gjithmonë të jem këtu. Falenderit shumë. Sukses në vitin që po hym. Inshallah krejt mirat, shëndet, mbarësi për të gjithë. Me bardhësi, me energji të mirë, inshallah. Inshallah. Uroj me të vërtet. Falenderit shumë, Shema. Ishte kënaqësi.